Krishtlindja e parë ka qenë shumë e veçantë sepse unë kisha vetëm një vit që isha shpëtuar dhe ishte 97-a. Gjithë misionarët kishin ikur, ishin larguar për shkak të situatës dhe ne, gjithë besimtarët që ishim në Kish, menduam të festojmë në një mënyrë pak të veçantë, kështu që ne bëm dhurata dhe shkuam tek çdo pastor atë natë duke I uruar, gëzuar Krishtlindjen. Edhe kujtoj me shumë dashuri edhe gëzim këtë natë. Kur ishim duke biseduar në lidhje me këngën, ideja që më krijua në mendje dhe ajo që ndja thellë në zemrën time ishte një këngë për Emanuelin. Dhe teksa mendoja një këngë për Emanuelin, më krijua një pamje në mendjen time. Dashuria grisi errësirën. Bota që ishte zhytur në errësirë, pa dritën e madhe që ishte Jezus Krishti. Kjo ishte ideja që krijova dhe pastaj kam folur me Aurelin dhe së bashku kemi nisur vargjet e para. Kemi qëndruar deri në orën 2-3 të natës që kemi përfunduar këngën dhe mendoj se kemi arritur të bëjmë një këngë të thjeshtë, por shumë të bukur. Thur ka qenë në zemrën tonë për një kohë të gjatë. Në atë kohë Perëndia na ka folur mbi shkrimin e këngëve dhe ne kemi nisur të shkruajmë, por gjatë procesit kemi kuptuar se Thur nuk ishte thjesht vetëm për ne, ishte për më shumë, ishte për gjithë Shqipërinë, edhe se si të mbushim Shqipërinë me këngë të reja. Kështu ka nisur Thur dhe ndërsa ndanim zemrën me persona të tjerë, me Bjornin, me Gjulion, edhe me persona të tjerë, si thuash dëshira, zemra u bashkuan edhe kështu nisi Thur. Mendoj që është në zemrën e Perëndis edhe ne thjesht po e ndjekim atë. Sa herë që shikoj zbukurimet, yjet lart në qiell, më kujton natën e shenjtë, më kujton shkëlqimin e natës së shenjtë, ardhjen e Jezus Krishtit. Perëndia dërgoi birin e tij si një dhuratë të madhe për ne të gjithë. Dhe ardhja e tij ka të bëjë me paqen dhe gëzimin. Dhe unë dua t'ju uroj të gjithëve ju të keni sa më shumë paqe, qetësi në zemrën dhe jetën tuaj, në familjen tuaj. Gëzuar Krishtlindjen.